nicën e rasteve ekipet që po nënkadrojnë Super League, s'po mujnë me mbjetu as në vetë edhe prapë po bin nga kategoria. Jo, që me pas një projekt afat gjatë. Mos me thonë do mos me një ligë, vetëm 2 pozitat e fundit bien këtë sezon, 17-18. Vitin e ardhshëm bien 4 ekipe nga zvogëlohet liga, po. Kërkoj falje. Jo, s'ka gjë. Ku deshta më ndërlidh. Është mirë që një ekip që futën Super League me pas një lloj stabiliteti që mi qëndru edhe Super Ligës, belet pak të neve apo 2. Se për shumë këto vitet e fundit, që tash e kemi rastin e Prishtinës së re. So po foto buje madhe, morën përforcime financiare shumë mirë, prap janë krizë për me radhë nga Superliga. Prandaj po du me thonë, nëse ti nuk je i përgatitur 100%, që mund është me vazhdu e curin edhe në Superliga, atëherë mos u godbre, jep jo hapësirë që po thotë Samiri, jep jo trive. Krijoj një ekip të mirë. Ne shkojnë 2 vite, ne shkojnë 3 vite, po kur të hen, bile me qenë konkurent. Pse jo bile mos më ardhe dhe ngorë me këshyr paktën në Kopë Evropën. Shko 3-4 vjetë, më si që ata lejtarë. Soj përket orës financiare, plëcoja u kushtet, hinë Super League, bile mu ka një borë pak me e fort, se pishot, sare po hinë Super League, po shkon një vetë, prap po konkurant, prap po bjen për ligës, atëhere po bjen krejt poshtë. Për shembull, rastin e Besës Pejës, paramenoni në çfarë niveli Euro kur e dim që Besa Pejës gjithmonë ka qenë favorit për titull. Ka qenë kampioni Kosovë. Po ka qenë edhe rreshtu më duket 2-3 janë mos gabofsha, ka pas super lojtar. Me trajnerin nga Nisi. Mandej e kemi për shembull dhe përmenëm Trepshën e vjetër. E dim që shu bu kampion, për çata po du me thonë, me kriju një stabilitet që mos thojnë veç hajde hinëm Super League edhe u kry puna. Kështu që kushdo që hin, sigurisht gara ka me qenë shumë e fort deri në fund. Unë mendoj që janë 5-6 ekipe që i përmenëm gjithë janë super të forta, kanë lojtar shumë të mirë, kështu që e bën kampionatin shumë më interesant.